Presidenti Amerikan Donald Trump synon të marrë kontroll të plot mbi kushticën e Hormuzit për të favorizuar pozicionin në SBA-s dhe Izraelit në konfliktin me Iranin. Në një mesazh të fundit, Trump u bëri thirrje vendeve të rajonit të marrin masat e tyre, duke garantuar se SBA do të jetë pranë tyre. Shtetet e Bashkuara kanë goditur dhe kanë dëmtuar rënd Iranin ushtarakisht dhe ekonomikisht, por vendet që marrin naftë përmes Hormuzit duhet kujdesen për këtë kalim dhe ne do ndihmojmë shumë. Rreth 5.000 marinës amerikanë është plani për një pushtim të vogël. Sipas informacioneve të publikuar, ky kontroll parashikon angazhimin e 5.000 marinësave që po dërgohen në Shtetet e Bashkuara në rajon. Trump dhe stafi i tij kanë planifikuar një invazion të vogël, një operacion toksor të kufizuar për të marrë kontrollin e shtresës së Hormuzit. Përveç forcimit të flotës amerikane, presidenti ka kërkuar mbështetjen e vendeve aleate me interese në rajon në mënyrë që të sigurohet një kontroll i plot i kalimit të sigurt të anijeve dhe zvogëlohen efektet e luftës, duke privuar Iranin nga një nga armët e tij kyçe. Madje ai ka kërkuar edhe Kinës, Japonisë, Koresë së Jugut, edhe Francës dhe Britanisë së Madhe që të sjellin flotat e tyre për të ndihmuar për këtë gjë. Trump ka paremëruar sulmetash pra kundër Iranit dhe ka deklaruar se goditjet më të fuqishme priten brenda ditëve të ardhshme. Ai tha se Teherani do kërkojë një bisedë për të arritur një armë pushim, po ne nuk jemi gati, tha ai, pasi objektivat nuk janë realizuar deri tani. Forcat amerikane kanë urdhëruar USS Tripoli, njësinë e marinës me bazë në Japoni, të dërgohet menjëherë në Gjirin Persik për udhëzime mbi operacionin e ardhshëm. Sipas raportimeve, sistemet amerikane antiraketore janë transferuar nga Korea e Jugut në rajon për të forcuar linjat e frontit, duke reflektuar kështu rritjen e tensioneve dhe pasigurinë dhe zhvillimet në terren.